Jetojmë në lëvizje. Trupi gjithmonë kërkon të shkojë përpara. Por ka momente kur për të vazhduar duhet të ndalosh. Ky vend nuk të thret me zë të lartë. Ai nuk të kërkon asgjë. Thjesht të pret. Kur vrapojmë, trupi prodhon energji. Dopamina na shtyn. Endorfina na çliron nga dhimbja. Frika largohet përkohësisht. Pas çdo lëvizje, trupi kërkon qetësi dhe mendja kërkon kuptim. Manastiri i fjetjes së hyjlindëses nuk është thjesht një ndërtesë. Është një hapësirë ku koha ngadalson. Këtu nuk ka garë, nuk ka krahasim, vetëm frymarrje dhe heshtje. Kur ndalojmë, trupi ndryshon. Kortizoli bie. Sistemi nervor qetësohet. Serotonina rritet, jo nga shpejtësia, por nga pranimi, nga ndjesia se je i sigurt, se je këtu. Energjia njerëzore nuk është diçka mistike, është reagim i trupit kur i japim hapësirë. Universi nuk është larg. Ai është në mënyrën si rre zemra, në frymarrjen që ngadalsohet, në mendjen që hesht. Kur ndalojmë së kërkuari përgjigje, ato fillojnë të shfaqen vetë. Vrapi më mësoi të ecë përpara. Ky vend më mësoi të qëndroj. Forca nuk është gjithmonë në lëvizje. Ndonjëherë është edhe në ndalim. Dhe ndoshta ky është ekuilibri që kërkojmë. Trup në lëvizje, mendje në qetësi. Nëse ndjen lodhje, mos ik më shpejt. Ndal. Universi flet vetëm kur ti hesht.